Pogradeci ka çelur zyrtarisht sezonin turistik veror me aktivitete të shumta kulturore, artistike dhe promovuese, duke mbledhur përfaqësues të pushtetit vendor, institucioneve qendrore, operator turistik dhe vizitor nga vendi e rajoni. Në ceremoninë e organizuar në qytetin liqenor morën pjesë kryetari i Bashkisë së Pogradecit Ilir Xhakolli, kryetari i Komunës së Strugës Mendi Qyra, si dhe ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhe. Kryetari i Komunës së Strugës Mendi Qyra vlerësoi bashkëpunimin mes dy qyteteve që ndajnë liçenin e Ohrit dhe theksoi rëndësinë e lehtësimit të lëvizjes ndërkufitare. Kënaqësi që jam këtu me kryetarin e Bashkisë të Pogradecit. Sigurisht ju përgëzoj edhe dëshiroj që ky vit të jetë një vit i mbar në turizëm dhe shpresoj që një bashkëpunimi jonë do të sjellë më shumë fryte, sepse kemi pas disa takime me kryetarin që të kemi një linjë të përbashkët ujore. Po përveç asaj, sot folëm me kryetarin, po kemi folë edhe më herët në lidhje me kufirin dogana që tjetë më e lirë, sepse kemi një ngecje aty. Folëm tani edhe me ministrat, do të flasim edhe ministrin e punëve të brendshme të Maqedonisë që ki problem të largohet, të hiqet njëherë për gjithmonë, sepse pengon edhe lëvizjen Pogradec-Strug, por edhe më gjerë se kaq. Mendoj që bashkëpunimi do të japë frute dhe ne jemi të hapur gjithmonë, unë si kryetar i ri do të jem se ne jemi shumë afër, por për fat keq dukemi sikur jemi larg dhe po punuam bashkë të afrohemi shumë. Edhe kryebashkiaku i Pogradecit Ilir Xhakolli u shpreh optimist për sezonin turistik, duke nënvizuar investimet e kryera dhe projektet që synojnë ta bëjnë qytetin më tërheqës për vizitorët. Jemi gati për një turizëm akoma më të mirë se që kemi bërë në këto vite, sepse edhe investime kemi bërë. Jemi përgatitur për 3-4 muajsh përpara për çeljen e sezonit. Sigurisht çelja e sezonit është një datë simbolike, por këtu sezoni ka filluar edhe më përpara dhe sot ne do të shohim që kjo ditë është e mbushur me aktivitete deri në orën 12 të natës. Këtu jam me kryetarin e Bashkisë të Komunës së Strugës. Ne një objektiv të dy e kemi që të filloj lundrimi i lirshëm nëpërmjet liçenit në të dyja vendet. Sigurisht që kemi bërë përpjekje maksimale të dy dhe besoj që kemi arritur në një rezultat që shumë shpejt do ta bëjmë realitet edhe lëvizjen e lirë nëpërmjet liçenit. Kemi një datë? Po besoj që duke u marrë me të dyja ministrit përkatëse deri tani na ka penguar sipas tyre interesi i një operatori turistik. Po ne këtë mund ta gjejmë vetë, mund ta gjejë edhe kryetari i Komunës Strug ose mund ta gjejë nga Shqipëria që të shfaqë interes për të vazhduar, për të operuar në këtë linjë. Po megjithatë ju e pat sot një që ne për t'i paraprirë kësaj, ne sollëm do bëjmë një linjë tjetër atë me hidroplan, e cila do të funksionojë brenda Shqipërisë, po edhe jashtë Shqipërisë, e cila na sjell patjetër edhe një turizëm urdhër. Po kjo sot u bë një si provë, besoj që ne do i bëjmë një pistë të vogël diku këtu në qendër të qytetit, edhe kjo ka një impakt të vetë në zhvillimin e turizmit. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhe tha se Pogradeci ka potencial të madh turistik, por ka ende nevojë për shumë investime dhe koordinim nëpërmjet institucioneve dhe aktorëve të tregut. Situata, sidomos në disa prej qyteteve që janë pak më larg flukseve më të mëdha turistike të vendit, siç është rasti i Pogradecit, edhe pse potenciali i Pogradecit është shumë i madh, ka ende punë për të bërë, ka ende shumë punë dhe projekte të cilat o janë në fazë përmbyllje, o nisin, dhe ka ende nevojë për dorë në kuptimin edhe të financimit edhe të buxhetit. Dhe Pogradeci ka shumë nevojë për më shumë mbështetje. Këtu kemi pasur edhe një frenim i cili ka ardhur për shkak të një lloj burokracie që vjen edhe nga fakti i zonës së mbrojtur nga UNESCO, për cilën ne duhet të raportojmë me shumë më tepër kujdes dhe duhet të rregullojmë raportin me UNESCO sa i takon regjistrimi që ne jemi në listën e pasurive botërore së bashku me Maqedoninë e Veriut. Dhe këtu për shkak të shumë problematikave të palës maqedonase, pala jonë që është gati 20% në këtë regjistrim të përbashkët, vuan dhe pasojat e palës maqedonase, një rrugë, infrastruktura e tyre, disa ndërhyrje që ata kanë bërë. Ata po punojnë intensivisht. Të dy palët po koordinohemi në mënyrë që Pogradeci të ketë një mundësi për të pasur një zhvillim më të shpejt, më të qëndrueshëm natyrisht, por më të si themi afërt dhe sa më të rëndësishëm për sa i takon komunitetit e banorëve.
potenciali nuk është ende i përkthyer në atë që në realitet Pogradeci duhet përfitojë nga ekonomia e turizmit dhe nga industria e turizmit, por duhet kemi kujdes nga koncepti i zhvillimit, sepse zhvillimi në këtë zonë duhet të jetë shumë i kujdesshëm dhe delikat. Pra do duhet që në vërtet vendimarrja të jetë shumë e mirë menduar. Gonxha u ndal edhe tek nevoja për bashkëpunim më të madh mes operatorëve turistik, bizneseve dhe institucioneve vendore për të ndërtuar një ofertë të përbashkët turistike. Duhet të japim një mesazh i cili të jetë sa më i rëndësishëm edhe për promovimin e qytetit dhe për promovimin e mundësive që mund të jenë potenciale të qytetit Pogradecit, të liçenit në këtë rast. Është e vërtetë dhe në takimin që ne patëm me tur operatorët dhe me ata që hasen në vetë parë, janë në llogoren e ekonomisë, industrisë turizmit, edhe këtu ke ju. Edhe në takimin e tyre kjo del si e mundësi përbashkët, që jemi ende larg një strategjie kolektive, jemi ende larg një kooperimi, një koordinimi kur vjen fjala për ofertën e Pogradecit, për shembull, aq më tepër pastaj kur flasim për ofertën e një qarku. Pra do duhet sa më parë dhe kjo nuk bëhet vetëm me ligje. Kjo bëhet në radhë parë me ndërgjegje dhe vetdije. Do duhet që neve sa më parë, bashkia, tur operatorët, komunitetet, grupet e interesit, pra të gjithë investitorët, të gjithë ata që janë në linjën e parë të shërbimeve, pra që janë më të prekurit, ata që janë në vijën e parë të turizmit, të këtij sektori, do duhet që të koordinojnë si do ta shesim ne Pogradecin, cila do jetë oferta më e mirë për zonën, si mund ta shesim në mënyrë sa më dinamike dhe sa më kreative të gjithën, bashkë me trashëgiminë kulturore, bashkë me ndalesat, bashkë me daljet, me gjesdisjen e klientit, sepse sa më shumë ta mendojmë kolektivisht, aq më e fortë do jetë oferta jonë. Pjesë e aktiviteteve të çeljes së sezonit ishën edhe promovimi i kulinarisë lokale. Nxënësit e shkollës profesionale Enver Qiraxhi prezantuan gatime tradicionale dhe moderne të përgatitura në kuadër të formimit të tyre profesional. Nxënësit e degës hoteleri turizëm janë prezantuar me gatimet e tyre personale, gatime që janë tradicionale, për të zhvilluar dhe për të promovuar kulinarin pogradecare në promovimin e turizmit pogradecare. Gjithashtu ata po aftësohen më shumë në degën e kulinarisë për të rritur dhe të promovuar dhe për të afruar diçka shumë interesante për turizmin. Ne përveç faktit që na punësojnë të gjithë studentët në sektorin e turizmit, neve dhe gjatë studimeve nxënësit janë të punësuar në restorantet dhe hotelet e Pogradecit, por dhe në qytetet të tjera kemi kërkesa, por ne jemi përqendruar më shumë në qytetin e Pogradecit sepse duam të zhvillojmë qytetin tonë. Kërkesat janë më tepër se sa ne mund t'i mbulojmë me nxënësit tanë aktualisht. Në stendat e kulinarisë morën pjesë edhe bizneset lokale, të cilat prezantuan produkte tipike të zonës, me fokus të veçantë te Korani i liçenit. Kemi sjell disa gatime të ndryshme, të cilat janë tartar korani, fileta korani, sushi me koran dhe disa ëmbëlsira. Kemi filluar të bëjmë një ndryshim të vogël midis tradicionales edhe modernes. Vizitorët më shumë preferojnë si tradicionalet edhe modernet. Do me thënë janë në të dyja anët, si tradicionalet edhe modernet. Po të huajt e njohin kuzhinën e Pogradecit? Po, pa shumë të huaj, viti sa vinë edhe shtohen më shumë të huaj. Korani mbetet mbreti Korani edhe Korani ka për të ngelur, gjithmonë. Me projekte të reja infrastrukturore, ide për lidhje më të forta me strugun dhe përpjekje për të diversifikuar ofertën turistike, Pogradeci synon të tërheqë më shumë vizitorë gjatë këtij sezoni, duke shndruar potencialin e tij natyror, kulturor dhe kulinar në një motor më të fortë të zhvillimit ekonomik.